Një tjetër pyetje që absolutisht pavarësisht që ne mendojmë që vjedisimi është i lartë, nuk duhet i gjykojmë sepse jo çdo kush për neve mund të jemi mjekë, mund të kemi një uri dhe jam shumë e lumtur që pyesin edhe dojnë me qartësu dilemat kokën e vet, se kur nuk ka pyetje pa lidhje. Absolut. Asnjëherë. Edhe unë shpesh këtu dal në cilësinë e pacientit edhe i bëj pyetjet nga më të ndryshmet. Edhe që ashtu edhe duhet, sepse mbas që në pyetjeve në realitet ju na jepni informata, po dhe na jepni informata se ndoshta një diçka sikur që tha pyetje pa lidhje ose diçka, domethënë vetëm një fjali për shembull, jo valla unë po kam dhimbje që tash, domethënë përpara kur më ka ardhur cikli s'kom pas dhimbje, po që tash kohëve të fundit që po kam dhimbje, ose përpara doktorisht kur s'kom pas dhimbje për shembull gjatë marrëdhënies që tash si di se çka kam. Domethënë ose po edhe na duhet me pyet, domethënë përveç domethënë që pacienti domethënë duhet. Po kur s'din pacienti me pyet? Sigurisht, domethënë është obligim edhe i joni, edhe me sqaru që to xhana, mirë po që ta pyetje pa lidhje, asnjë pyetje nuk është pa lidhje. Që sa më shumë informata që kemi, sa më shumë domethënë që neve na tregojnë gratë të cilat janë përballë neve, domethënë na çaq ma let mundemi mu orientu deri te diagnoza e saktë. Domethënë tash edhe një herë nuk është gjithmonë domethënë një gjakgjellje e ciklit të barabartë për shembull me kancerin e qip. Po duhet me eliminu se. Po kur të më thotë për shembull që më ka dhimbë çetonën që to do me një familje, domethënë si më ka ardhur cikli për shembull që to më ka dhimbë, domethënë zakonisht mendoj për shembull që është një cistë, nuk e tham për shembull, ma sa ma keq atë se pas ke çertu diçka. E kështu që janë që to pyetjet hala më mirë, na unë jam shumë e lumtur me një kur ta pyesin, kështu që lirisht.